Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Unë jam Silvana dhe sot po nisi një video të re. Jam rehatu sepse është koha me hap direkt një pako që unë e kam përfitu për e ishind falas dhe jam shumë happy. Ndërkohë kam këtë pleshtin këtu që është sapo që për gjumit dhe së më me ba video edhe sapo kam rëshkaj pak shtret. Okay. Edhe unë e kam hap pakon, por që për të regoja të ju, gjëja parë që kam ble këtë koshin, sepse kam dash me fut një lule, është materiali është realisht është i mirë, por që do ta kthej mrap, si bjen do të me pasu nga që është falas nuk e di si funksionan, por që nuk më pëlqen se është i vogël, edhe nuk mi ban në lules që duhen bazën që du me vune. Mere mama, ullu poshtë. Mere? Ja, okay. Disa funksionali janë këta, por që unë i kam ble për kur qka e pushime. Me mu shishe në ujt, e kap të këta edhe bjen uja vash për ditë që nuk jam unë. Se disa funksionali janë, por që po i provaj. Mere mama, ulloj. Kam zgjedh edhe kisha. Kam zgjedh komplete sportive. Kam ble komplet në kështu, që po i shof për herë të parë për herë me ju, por që është pifa. Du të një bëj një dush, edhe këtë në të një bëj një dush të të bëj. Edhe është në këtë që është sinë kështu që më pëlqen shumë. Janë komad dhe ja vlen për i mama se brahe shpje. Edhe ja vlen për përditshmëri me qusjarën kopës, me vizite, me gjatë. Kam ble thjesht, sepse nuk kam bluzat thjeshta, është thjesht kështu. Kam ble tjetër një komplet përdelet këtë herë janë on fire. Këtë bluzën me këtë pantalonet shumë të thjeshta, por që kishat nevojshme. Më mungën një bluzë që nuk e di ku ka përfundu. Në kohë që kam ble një tjetër, kam zgjell, ama qëre. Normalisht, pa jem, sepse s'kisha marrë, thjesht kam porosit pantalonat edhe jo edhe kanatjere. Që të bëj një porosit kanatjere, nëse pantalonat më rejnë mirë edhe nuk ditë me thanë. Por që përla një fotot kompletit që unë kam pas idejnë se kam porosit, për kisha porosit dhe që pantalonat, ndërkohë për i provë pantalonat nëse ja vlenë që me porosit kanatjere në të pak. Kam marrë pak ma seriozisht pjesën e gatimit edhe koha me të regu edhe ju që jam të gatu të momente. Kam ba filterën gati, sa do të bajemi shpullet, gjok shpullet si të thonë jo, edhe më duhet për me gatu, më duhet prezzemolo, vajollinit, kryp edhe miell, edhe do t'i fërgoj të tana bashk edhe do t'i shpjegoj procedurën. Thoni që po baham një ambis. Unë nuk jam një ambis, unë nuk shquem për njërë që din me gatu, por po mundohem sa do pak që i bravo për ajon. Gati me fillu edhe me ly mishin me miell edhe me krip. Kështu që let's go! Si është ly mishi mirë me krip, jo shumë krip edhe jo pak, barë se si e pëlqeni kripe. Koha që me ba me miell, por ndërkohë edhe me hedhë dhe vojollinit të këlltjerën. Kam përdor një filtere më të madhe që me macan kompletet 4 fetat, por që më bajnë se si të mishi që këne. Po shpenzim ako që kam bërë është kjo këtu, asi herë se kam përdor. Kohë të më thamë në këti. Dhe mishi është kështu, më nga në mi hedhë limonin, prezzemolin edhe ujnë. Kam marrë një gotë, koha më prej limonin edhe
Nuk di me thënë, e dashuroj këtë kuzhinën këtu edhe hapësinën që kam se më përpara këtu ka një mur skandal. Unë e dashuroj momentalisht si e kam momentalisht si e kena kuzhinën. Hapësinë të hapën. Unë du me hedh një limon komplet, sepse kam limonin e vogël, por nëse është limon i madh, mos i hedhni komplet se dhe shumë e tharpt. Po kam dhejën që po flenë për lutet se është tuqu. Tërë kam kaq ujë, koha me herë pak miell edhe me tashu. Konezim edhe furën. Edhe kur të bëhet mishi, e sellim edhe më i hedhim ujin edhe limonin. Edhe pak edhe jena gati me hedh ujin me limon. Kanë kalu 24 orë që dhja ka ba vaksinën, edhe mram ka kalu një natë pa temperatur, ka pas 37 pak, por që nuk quhet temperatur. Edhe vazhdojnë me kanë e cet, por që jo që ka temperatur. Njërani flokët e mi njerës janë flokët e reja edhe nuk jam marrë me ta hiq, por po thoja që jam shumë e lumëtën sepse dhe ka marru vaksinat edhe dhe kur bëhet 5-6 vjeqe s'ka ma asë një vaksin. Është një vaksin e litë. Unë ndrova edhe thash po bëjnë një punë shpi, por kazënisht që për mëjnë dhe bëqesh, s'po më lejnë me ba asë një gja. Edhe kena shpinë pucët të vëllinën çdo gjarë mojnë, por që e nësishme është dheja që në këtë moment e pëqes, mami fokat skandal, dhe fokat skandal të dyja. Ndërkohë që dhja fjeti, edhe kondicionerin e fika që mos më pas shumë ndërkohë që flasë, se s'mund bërtas shumë, koha me fillu me sistemu edhe me la bigjeret, me la perdet e qëto gjatë tjetër. Jena shumë pak para pushimeve, por që të pa që nuk kam shumë kohë me filmu edhe kam shumë qef me filmu edhe me publiku video e nuk e dal me punën, me shpinë, me dejen, me sjarën e çdo gjë tjetër nuk e dal, domethënë. Një bravo shumë të madhe të tëra mamave youtubere që arrin me filmu, që realisht i kam zili, por që jo për keq në aspektin pozitiv të fjalës që arrin me filmu. Unë nuk e dal, kështu që kam vendosur që me ba mini vlogs. Dhe me thanë, që mund t'jenë 5-6 minuta, sa t'arri me filmu dhe me publiku për çdo javë, sepse t'u publiku që me prit me filmu shumë, i koherenca e videove dhe nuk arrihet me kuptu asnjë gjë. Kështu që synimi jem është që me arrit me publiku një video një o zot vlog të mia të reja, dhe me thanë nuk e di, më vazhdoj e jap me gjë idejas, edhe nejse hupa që isha të fanë. Mos ma vini re, jam pa gjumë, si që thash dhja ka ba vaksinën dje, edhe më publiku një video një javë, shkurt, mini vlogs, jo shumë gjatë, me çdo gjë që bëjmë gjatë javës. Koha me fillu me sistemu, edhe me hek pak këpuc, sepse aty ka shumë këpuc, edhe ne vesh në 3-4 palë, gjithsej. Dhe ja ku qupin se shafeti 10 minuta me orëndor. Iku pastrimi. Një në premtimet e mia që kam pas kur kena hin shpi, ka kanë që si për aftave mos me bua si sa. Por që unë kam fillu të vuc sepse kam vu ulsen e dias voglen edhe një qese. Për momenti edhe këto kam vu lojnë e tjera kështu
Edhe kam vendos që me i hek ato edhe me vu lojna si për atje, edhe sepse këtu ka shumë lojna. Edhe të pas shumë lojna, bëhet shumë rëmuj edhe këta nuk arselozin. Edhe du me hek shumë gjana, me lanë kret pak, edhe me mush atje si për plot. Të më tha, unë gjithmonë në 3 lojna. Edhe sot po e sistemoj, do po i gjerri i shes në vintet sa mas me që janë shumë treja. E tjera që janë pa përdorë në po i tresë shumë lojna, tepër. Aha, u knaqë me kjetë. Këto lojnat kështu, që unë po i sistemaj e sot, se ba shumë kohë që s'janë kërkon. Sira ka lujtë shumë e ta, kurse deja i tesh, veç i tesh shfaqin të rrës, që janë të sistemu unë, ma me i bëllë. Kina me i të unë sistema, deja gjeri prej vend, nërko gjani është kja, edhe gjysorët besaj edhe kriva. Edhe ko pleshti që nuk rejnë kërkon. Koha me ly, edhe kush në men mamin? Ja. Sjara! Ma io, per favore. Prit, mama, se e prish shpirt, ta vedi, du të me ba drejt. Adesso va. Durim, ku je? Kujdes murin, Oi, ho fatto un po' sopra staccio, ma fa niente. Punëtore, si babilet. Kësaj pasqyri është vu skoqi, që është 1 shekull, në këtë tisha të mija të të shtrati. Vai sistemare Qa me sistemu? i tuoi vestiti. Ndërkohë këto ka me sistemu. Poi. Nuk është shfrytëzim. Koha që s'jara me tregu talentin e saj të tabelina vetë. Sa është ba komplet në gjyra. Si potevo andare piccola. Tada! Shumë bukur. Të pëlqen? Sì. Shqip, as të në me fula? Dammi pure qua. Oh. Ky mini vlog ishte kaq, do me falenderoj të tanëve që keni pa këtë video bashkë në më pa të video tjetër. Deri atëherë, bye bye!